E falenderojmë Allahun me falenderimet më të përzemërta dhe më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zoti ynë ty të qofshim falja Allah për çdo mirësie, për çdo begati që fale e dhurove. Të lutemi o Zot, shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh. Ja Allah, ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Orientoj zemrat tona tek e mira, tek e bukura, ja Allah, në rrugën tënde, në rrugën e profetëve tu, në rrugën e dashurve tu. Atë që ti e udhëzove, kush mund ta devijojë nga udhëzimi jot? Kur askush. Ai i cili është i humbur, o Zot, kush mund ta sjellë në rrugën e mbar përveç se udhëzimi dhe orientimi i ti, ai që i ke në dorë zemrat e njerëzve, ja Allah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti. Është vetëm i vetmi, është krijuesi i gjithësisë, është ai i cili krijoi dhe përsosi krijimin e tij, është ai i cili garantoi furnizimin për çdo krijesë gjallë. Është ai i cili ka në dorë depot e qejve dhe tokës, është ai i cili e solli në ekzistencë çdo gjë dhe është ai i cili ditën që do të vi momenti do thotë kun fa huwa yakun, do thotë bëu dhe do të bëhet dhe do të bëhet me të vërtet gjykimi i të gjithë njerëzimit. Ai është sondimtari i asaj dite. Allahu xhelle shanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj ati salavatet e selamet tona, ja Allah, si më i madhi profet, më i mirë njëri ati, familjes ti, ja Allah, na fal, na mëshiro, na begato edhe në o Zot, dhe çdo besimtar që ndjek rrugën e bukur, ja Allah. Xhamatin nderuar, fëmijët që i falë Allahu xhelleshanuhu për gjithë secilin prej nesh, janë begati dhe janë dhuratë e madhe prej Allahu xhelleshanuhu. Ati që nuk i caktoi Zoti ta ketë këtë mirësi, të gjithë dynjan me e paguajt nuk mund ta ketë, vetëm Allahu e falat dhurata aq të bukur. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë bukuritë kësaj jete, siç thot Zoti në Kur'an. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin. I është zbukuruar njerëzve për kësaj dynjaje dashuria për gratë ose grave për burrat, gjithashtu dashuria për fëmijën e ka përmend Zoti xhelleshanuhu si mirësi dhe si bukuri të kësaj dynjaje. Saqë aq e madhe edhe aq e bukur është si begati, saqë njeriu jo vetëm që ja zbukuron fëmia këtë dynja, jetën e kësaj bote, por edhe pas vdekjes, mbasi ta ketë lënë këtë dynja, fëmia i mirë nëse e ke eduku dhe nëse e ke orientu, nëse të ka dalë i hajrit edhe i mbar, të bëhet bekim sepse ai të sjell shpërblime pafund edhe kur ti jesh në botën tjetër që të ke shku tek Allahu xhelleshanuhu. Madje aq e madhe është si begati, saqë shumë njerëzve i kthehet edhe në sprov, subhanallahu, Zoti na ruaj. Sa prindër ka bën gabime të mëdha dhe kanë marrë vendime gabim, vetëm për shkak të fëmijës, janë sprovu te fëmia dhe kanë marrë qëndrime të gabuara. Janë sprovu ke fëmia dhe janë prish me dikë, janë sprovu ke fëmia dhe duke mbajt hatrin e fëmijës, kanë prish edhe fisnikrin ose dinjitetin e vet. Janë sprovu tek fëmia edhe kanë humbë shumë mirësi në raport me Allahun edhe në raport me krijesat edhe me njerëzit. Sepse është sprov, është mirësi e madhe, por është edhe sprov. I'lamu annama amwalukum wa'lamu annama amwalukum auladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dhe dijeni se fëmijët tuaj dhe pasuria juaj janë sprov për ju. E Allahu xhaleshanu ka shpërblime të mëdha për ata të cilët i menaxhojnë mirë këto dy begati dhe këto mirësi. Ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum auladukum wala auladukum an dhikrillah. O ju që keni besuar, mos ju largoj juve pasuria dhe fëmijët nga përmendja e Allahu xhaleshanuhu. Pra, supozohet që ati që i jep Allahu xhaleshanuhu begati dhe mirësi dhe ja zbukuron dynjan, të jetë më shumë falendërues, të jetë më shumë i përkushtuar, t'ja di më shumë mirësinë dhe mirënjohjen
Allahu xhaleshanu për begatit që i ka dhënë dhe jo të kthehet mohuese dhe të harroj Zotin. Pra në vend se të neve ta falendrojmë edhe më shumë Zotin xhaleshanu kur na i fal këto begati, që na jep edhe pasuri, na jep edhe fëmijë, neve kthehemi në mos mirënjohës ose kthehemi në harrues ndaj Zotit ton me dashje ose pa dashje Zoti na ruaj. Po profetin Ibrahim Khalilullah, mikun e tij të ngushtë, Allahu xhaleshanu ku e sprovoi? E sprovoi pikrisht tek fëmia, mbasi e kishte dhuruar fëmijën në një kohë që ishte, ishte shumë i avancuar në moshë, ishte në moshë thyer. Imagjino, mezia priste zemra dhe shpirti, i fali Allahu xhaleshanu fëmijë dhe pikrisht aty ku ai e kishte sprovën më të madhe, sprovoi Allahu xhaleshanu dhe e nxori faqebardh. Çfarë duhet kemi parasysh ne si besimtar edhe si besimtare karshik saj dhurate të madhe që na fali Allahu xhaleshanu? E para fare vllai ime dhe motra ime, në momentin që Zoti t'jep fëmijë, falenderoj Allahun xhaleshanu shumë se siç e thash, vetëm Zoti mund të bëjë këto lloj begatish edhe këto lloj dhuratash. Nëse nuk e cakton Zoti, nuk ta jep dot askush tjetër përveç tij, dhe gjithë pasurinë me harxhu. Dhe ti jesh mirënjohës kur ta mbash në krah fëmijën tat, ti jesh mirënjohës dhe Allahu xhaleshanu që ta mundsoj, e ti lutesh Zotit të jetë trashëgimtar i hajrit për ty, të bëhet i hajrit dhe në rrugë të mbarë. Vendosi fëmijës emrin e bukur, emër të mirë, emër musliman, le tjetë edhe shqiptar, pse jo patjetër, po tjetë emër i mirë dhe i bukur, jo emër pa kuptim, emër kot nga njerë ndjekin trendin pa e kuptu se qa emri po i ven, nga njerë nisën se po i ven emër musliman dhe po ta shohë është kuptimin ati emri, është kuptimi keq, është kuptim gabim, është kuptim që nuk ka asnjë lloj pozitiviteti brenda, ose emra të tjerë që s'kan lidhje as me fen, as me traditën edhe as me vendin ton. Sepse e kemi obligim që ne t'i quajmë fëmijët tanë dhe t'i thërrasim fëmijët tanë me emrat më të bukur, t'i emërtojmë me emrat më të bukur. Profeti alayhi salatu selam në hadith thot, ju do të thirreni në ditën e gjykimit me emrat tuaj dhe me emrat e baballarëve tuaj. Prandaj zgjidhni emrat më të bukur për fëmijët tuaj. Le të jetë emri bukur, sesa të jetë një emër që nuk ka asnjë lloj kuptimi. Dhe dietarët e Islamit çfarë thonë? Thanë kemi parë thonë që njeriu merr nga emri. Pra nëse i vën një emër fëmijës, njeri besnik, ka shumë shpresë të jetë besnik. Nëse i vën emrin që të jetë pra njeri i mirë, mirë, ka shumë mundësi që të jetë i mirë. Nëse i vën një emër që s'ka kuptim tillë, po ka kuptim keq, ka shumë mundësi që të marrë nga emrin. Përgjithësi, ligji i Zotit është që njeriu merr nga emri i tij. E prandaj thot, duhen pa emrat dhe duhen zgjedh emrat që aty fillon edukimi dhe që në këtë moment fillon orientimi i fëmijës nga emri që i vën, që ta orientosh dhe ta udhëzos për tek e mira dhe për tek e mbara inshallah. Mëshira dhe afrimiteti. Qëndroj afër fëmijës. Fali ngrohtësinë dhe fali butësinë dhe fali mirësinë. Mos u bëj prind që vetëm di me bërtit dhe di me kërku llogari dhe prind që vetëm di me bë si burr zamani, ose prind që di vetëm me dhon direktiva dhe urdhra. Qëndroj afër se nuk ka nevojë fëmia vetëm thjesht t'i japësh bukë, edhe ti veshësh, ti blesh veshjet, veshmbathjet, edhe thjesht unë i kam mbyll shpenzimet, jo, kalo kohë me ta, edhe qëndro me ta. Kanë nevojë fëmijët për prindit e tyre. Mundohu t'i falësh nga koha jote, e ke obligim. Jo diçka që nëse do e ke obligim për Allahu xhaleshanu. Ata fali Zoti mirësinë, po trajtoje pra mirësinë. Trajtoje mirë. Mundohu të sillesh mirë me mirësinë e Allahu xhaleshanu, bëja hizmetin dhe bëja falënderimin edhe mirënjohjen Zotit, duke e menaxhuar kohën në formën më të mirë, atë mirësi që të fali Allahu xhaleshanu. Si tregon Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, erdhi një person dhe pa profetin alayhi salatu selam duke puth niprit. Dhe i thot, kisha ardhur nga fisë të tjera dhe i thot, a pse thot i puthni juve fëmijët thot? Me shumë çudi se gjasmat rrinin strikte dhe rrinin shumë të thot, nuk u merrnin me fëmijët, domethënë që me u thy shpirtërisht edhe emocionalisht te fëmijët edhe me fillu me u marr me fëmijët me i puth edhe me i ledhatu. E profeti alayhi salatu selam
tha, e çfarë mund të bëj unë, tha, për një person, ose për ato njerëz që Zoti ja ka heqë mëshirën edhe mirësinë nga zemrat e tyre? Është prej mirësisë edhe prej mëshirës që i ka falë Allahu xhaleshanu zemrës njeriu, që ti të merresh me fëmijën tat dhe ta afrosh fëmijën tat. Ndërsa El-Iqra ibn Habis i thot një ditë profetit alayhi salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, kam 10 fëmijë, thot, asnjë s'kam puth prej tyre, thot. Edhe po e thoshte, po e tregonte kështu. I thot profeti alayhi salatu wassalam, men la yerham la yurham. Ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet prej Allahut xhaleshanuhu. Shive e futi edhe mirësjelljen, edhe butësinë, edhe ledhatimin e fëmijës tek mëshira që duhet të tregojmë ne dhe të afrimitetit që duhet të tregojmë te fëmijët tanë. Kjo është minimumi. E më tepër pastaj ne duhet jemi edhe më të kujdesshëm akoma. Kur kanë situata dhe problematika të qëndrojmë pranë. Mos rrim vetëm duke i ndrydhur ose duke i shtypë dhe duke i shantazhuar dhe duke i ushtruar trysni fëmijëve, por se me i marë, me i fol, edhe me i trajtu si njerëz tamam të logjikshëm, me i sqaruar arsyen pse kjo bëhet dhe pse kjo nuk bëhet, me i dhënë argumentat se pse është gabim dhe pse duhet ndroj mënyrë sjellje ose mënyrë jetese, ose pse duhet që mos merret me diçka dhe të merret me diçka tjetër. Trajtoje ashtu siç duhet me e trajtu, me mirësi, sepse kuptojnë fëmijët edhe kuptojnë nga njëherë dhe më shumë se sa neve, që jemi prindër edhe jemi më të avancuar në moshë. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Edukoje fëmijën me besim dhe me edukatën e mirë. Mundohu që t'interesohesh me çameret, mundohu që t'interesohesh si e kalon ditën, ose me kë rrin edhe me kë shoqërohet. Sa herë ka pas që kanë qenë njerëz të mirë dhe fëmijë të mirë, po edhe ne më që jemi më të avancuar moshë, jemi më të rritur. Nëse do shoqërohesh me shoqëri të keqe, ka shumë mundësi që edhe ti të ndikohesh nga e keqja edhe të devijosh te e keqja. E jo më ai i cili është fëmijë që ka moshën, ka adoleshencën, ka akoma shumë për të mësuar në jetë se si ka mësuar të gjitha siç i ke mësuar ti ato që i ke mësuar. E kështu me radhë. E Allahu xhaleshanu thotë, o ju që keni besuar, ruajeni veten tuaj dhe ruani fëmijët tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Si me rujt, me vonë e imburoj, nuk është me vonë mburoj, jo, kjo është me rujt që me largu nga e keqja, me eduku, dhe me e qunë rrugën e mbarë, me e këshilu, me i dhejnë të afer, me u interesu qa bëfmija, ku i kalon 24 orë, me qa meret, me qa smeret, dhe ti qëndrosh pranë si prind dhe të bësh punën tate si prind, atë punë që e ke detyrë para Allahu xhaleshanu. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gjithë secili për jush është bari për ato që kanë në veten e tij, dhe çdo kush për jush do t'japi llogari përpara Allahut xhaleshanu për ato që kanë në kujdesin e tij. Familja jote është amaneti jot. Familja jote është përgjegjësi para Allahut xhaleshanu për ty. Familja jote është hesap nesër para Zotit xhaleshanu. Ku ka më mirë se sa të lesh një familje të mirë, fëmijë të mirë, ose njerëz cilët do kontribojnë për ty, për familjen tënde, për vendin do të jenë dobishëm. E në momentin që u shkatru familja, u shkatru edukimi i familjes dhe rinisë, filloi duke degraduar edhe vendi. Filloi duke degraduar ardhmja e këtij kombi. E kemi në dorë të gjithë neve që ta rregullojmë, edhe kemi në dorë neve të gjithë që ta kontrollojmë të ardhmen, duke bërë gjithë secili punën e tij në familjen e tij, me fëmijët e tij që janë e ardhmja e këtij vendi me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Tha dikush, o i dërguari i Allahut, e kuptuam, tha, të drejtën e prindit ndaj fëmijës. Po e drejta e fëmijës ndaj prindit, cila është? Tha profeti alayhi salatu selam, ta emërtoj me emra të bukur, t'i japi emrin e bukur fëmijës dhe t'i japi edukatën edhe moralin e mirë. Kjo është e drejta që e ka çdo fëmijë ndaj çdo prindi, pra. Ndaj nesh që i kemi ato fëmijë dhurat prej Allahut xhaleshanuhu. Drejtësia midis fëmijëve. Mos bëj diferencime midis fëmijëve. Mos bëj diferencime, njërin ta trajtosh ndryshe dhe ti falësh më shumë dhe tjetrit ti falësh më pak.
e t'i fusësh edhe në sherr me njëri tjetrin, të fillojnë edhe të urrejnë njëri tjetrin për shkak se nuk je prind i mirë. Përfali gjithë secilit edhe jepi gjithë secilit barazi dhe drejtësi. Edhe nëse dikush prej tyre ta ka thyrë pak zemrën, ndërsa tjetri është më i dashur, ose dikush prej tyre ta ka gjetë anën edhe të ri pak më pranë, ndërsa tjetri mundet që rrin me shoqërinë ose tjetri nuk rrin aq sa që rrin ai i pari. Edhe nëse dikush prej tyre është më mirënjohës edhe më falenderues dhe tjetri nuk është njësoj sa i pari. Megjithatë ti ke të dy fëmijët e tuaj. Zemra edhe dashuria mund të lidhet me dikën, por se drejtësia duhet jetë midis fëmijëve, o vëllezër dhe motra. Kam parë rast pasha Allahun për Zotin. Jam ndier aq keq edhe më kanë shku, mu kanë mush syt. Thoshte dikush, ore, nuk e di, thoshte, çaj i kam bo, thotë prindit tim. Nuk e di çaj i kam bo prindit tim. Gjitha çka ka ja jep vllai tjetër, mos më jep asnjë gjë. Jo një rast, po disa raste. Disa raste i kam të fresta. Nuk e di çaj i kam bo, më i them, po çka ka? Jo, po hëse ti je i shkathët, hëse ti ecën, hëse ti ashtu, hëse ti kështu. Edhe të gjitha tha çka ka duke e lënë vllai tjetër, duke na fut në sherr për zgjalli, tha neve prindi jon duke e bërë këtë gjë. E pse mund të bëhet ky lloj diferencimi? Pse mund të bëhet ky lloj diferencimi duke hyrë në hak fëmijëve? Kini frikë Allahun xheleshanu. E çfarë pret ti pasaj të respektoja i fëmijë që ti njonin e ma me hatër dhe tjetrit i bë dallime dhe diferencime? Subhanallah. Vallahi. Thot Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja, Zoti e mëshiroft, Allahu xheleshanu thot, e filloi përpara porosisë së fëmijës për prindin, e filloi me porosinë e prindit për fëmijën. Pra këshilloi në fillim prindin për fëmijën, pastaj fëmijën për prindin. Sepse fillon në fillim fare nga prindi tek fëmia dhe pastaj ti shofi hajrin edhe ti shofi rezultatin fëmijës tek prindi. Si tha Zoti xheleshanu, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Mos i vrisni, tha, fëmijët e juaj. Mos i vrisni fëmijët e juaj nga mospasja, nga ekonomia, pra mos i abortoni fëmijët, po kjo ka edhe kuptim më të gjerë se sa kaq. Mos e vrit fëmijën në çdo lloj aspekti. Mos i bijnë qafë fëmijës në çdo lloj aspekti. Mos ja vrit shpirtin, mos ja vrit atë mirësinë që ka. Mos ja vrit atë bukurinë që i ka falë Allahu xheleshanu. Mos ja vrit pasionin që ka, po ti vetëm orientoje edhe edukoje ashtu siç duhet. Mos i vrit fëmijët, thot Allahu xheleshanu, në asnjë lloj forme. E kemi amanet neve që ti trajtojmë mirë këtë dhuratë që na ka falë Allahu xheleshanu. Thoshte dikush prej dietarëve, për Zotin thoshte, më mirë meru dhe eduko fëmijën tënd se sa të rish për ditë duke i bën nga një sadaka një të varfri. Është më e mirë tek Allahu xheleshanu të merresh me fëmijën tënd me eduku çdo ditë se sa çdo ditë japësh një sadaka ose një bamirësi një të varfri. Aq shumë e kemi amanet, edhe aq shumë e kemi përgjegjësi përpara Allahu xheleshanu këtë detyrë. Ka shumë raste që fëmijët ndikohen keq ose keq orientohen nga prindi. Sa prind janë që nuk interesohen fare për edukimin ose nuk interesohen fare për fëmijën se çfarë bën, si e ndërton jetën, e hudh aty në jetë dhe le të vazhdoj, thotë se kështu kemi hec edhe neve, le të vazhdoj edhe. Jo vallahi, nuk është kështu. E kemi përgjegjësi përpara Allahu xheleshanuhu që neve ti mësojmë dhe ti edukojmë fëmijët tanë dhe ti qëndrojmë pranë atyre, edhe të harxojmë nga koha jonë, edhe nga mundi jonë, edhe nga dia jonë, çka kemi të gjitha çka na ka mësuar Zoti xheleshanu nga eksperiencat i japim edhe atyre. E lut Allahun xheleshanuhu që neve të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Xhamati nderuar, thot profeti alayhi salatu wassalam, ma min ayamin al-amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Janë 10 ditë të cilat pritet që të vinë, pra ditët e Dhulhixhes, e muajit të Haxhit. Fillojnë nga e hëna inshallah me lejen e Allahut xheleshanu. Dhe thot profeti alayhi salatu wasallam, nuk ka ditë që vepra e mirë edhe një bamirësi ose një sevap që mund të bëjë njeriu, pra të ketë vlerë më të madhe se sa këto ditë.
në të gjithë vitin, nëse dikush don të bëjë diçka dhe ta di se kur është vlera më e madhe, është pikërisht në këto 10 ditët e Dhulhixhes, që përfundojnë pra me Kurban Bajramin. Fillohet të hënën derisa të shkojë në to, është edhe dita e Arafatit, do të flasim hutben që vjen inshallah për vlerën e Arafatit dhe agjërimin e ditës Arafatit. Ai që dëshiron me agjëru, agjëron. Ai që dëshiron me dhën sadaka, jep sadaka. Ai që dëshiron që të bëj vepra të tjera, të shtoj namazin, të shtoj mirësinë, të shtoj veprat e mira në të gjithë kontekstin e veprës të mirë, le t'i shtoj, sepse pikërisht këto janë ditët që neve na thot profeti alayhi salatu wassalam, vlera e veprës së mirë është më e madhe se në çdo herë në vit. Ke parasysh kur dikush thot, i thuti unë du me bë diçka. Shkon te një specialist ose te një ekspert dhe thot, nëse don me bë këtë, atëherë thot, koha më e mirë që ti ke për të qenë i suksesshëm dhe doja dalësh, më mirë se kur do herë tjetër është pikërisht kjo kohë. Shfrytëzoje dhe kape këtë kohë. E njëjta gjë është edhe me këtë që thot profeti alayhi salatu wassalam. Nëse don që vepra jote të peshojë tek Allahu xhaleshanu shumë, këto ditë janë ditët më të begata dhe çdo besimtar mundohet që të avancojë edhe të bëj vepra të mira në 10 ditët e Dhulhixhes. O Zoti ynë, ty të lutemi ja Allah, na bëj të sinqert, na dhuroj ja Allah zemër të sinqert, shpirt të sinqert. Na mundso të flasim o Zot me sinqeritet dhe na mundso të veprojmë o Zot me sinqeritet. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na bashko me të sinqertët. O Zot, ty të lutemi ja Allah, largoje zemrën tonë, mendjen tonë, shpirtin tonë nga çdo gjë që është e keqe që dëmton dynjan dhe ahiretin tonë. Dhe na udhëzo neve ja Allah për tek e mira, e cila ja Allah na e bën neve më të begat këtë botë dhe na nxjerr faqebardh ditën që do të dalim përpara teje. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na bëj neve për atyre të cilët kthehen me kërkim falje dhe me pendim të sinqert tek ti o Zot. Na falni mëkatet tona ja Allah, se jemi gabimtar. O Zot, ne jemi gabimtar dhe ti je më i madh i falës e mëshirues, na mëshiro me mëshirën tënde ja Allah. O Zot, ty të lutemi ja Allah, mos dalim prej kësaj xumaje vetëm se me gjunave të falura dhe me lutje të pranuar ja Allah. O Zot, shumë vëllezër dhe motra na kërku lutje dhe dua për hallet dhe problemet që ata kanë ja Allah. Ti i din më së miri kërkesat e tyre dhe i din më së miri se çfarë kanë nevojë ata. O Zot, jepi atyre atë që i nevojitet madje dhe më shumë se aq, se ti je më i madhi bujar, ti je më i madhi mëshirues ja Allah. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na falne. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Amin. Wa aqimis salat.